Përshëndetje, miq dhe familja ime. Edhe këtë të shtunë do gatuajmë ushqimin që ju preferoni. Edhe si që shikoni, sot do përgatisim musaka. Këto janë përbërësit. Pra, kemi kungullin, patlıcanët që kemi gjysmë të gatshme, patatet për të bërë perimet si fillim, do t'i presim hollë dhe do shikoni më vonë. Ndërsa, kiman, mishin e grirë, qepën, hurdhat, datinën, këto përbërësit që janë këtu që është piperi, që është kripa, që është are myshkut dhe karafili, që do ta hedhim këtu, karafilin e grirë, si dhe kanelën. Këto janë përbërësit që do na duhen për sa i përket mishit të grirë. Pastaj kemi beshamelin, që do përdorim mielin, që kemi vënë këtu, 170 gram miel kam vënë, duhet gati 200 gram gjalp, këto janë nga 125, e llogarisim vetë një koqiret, kemi djathë parmexhan, kemi edhe djathë kashkavall, pak më të butë. Gjithashtu kemi edhe 3 kokravesi, do përdorim 3 të verdhat e vezëve për sa i përket beshamelit. Edhe këto erzat që ju da tregova pak më parë. Qumështi është këtu, që do vëmë 2 litër qumësht. Edhe tani do fillojmë, do na shikoni në vazhdim. Ju përshëndesim. Pra fillojmë me patlıcanet. I presim jo shumë të holla, as shumë të trasha, mesatare. Edhe siç kam pas bërë nëna tona, unë e aplikoj, i fus në ujë me krip për t'i hequr atë të ithën që kanë patlıcanat, ithësirën do me thënë. Atëhere do grim edhe krujt, ashtu sikur se bëm patlıcanat. Vendosim këtu që ti kemi gati për t'i skuqur. Tani erdhi radha patateve, si që shikoni, edhe patatet i presim, jo shumë të holla, po as shumë të trasha. Edhe do t'ju tregoj pastaj mënyrën se si do të skuqen, që edhe perimet mos na thithin shumë vaj. Atëre, përgatisim vajin, sigurisht jo vaj ulliri, për skuqjen e perimeve. Edhe për shpejtësi gjithmonë unë preferoj dhe i bëj në 2 tigan, që të mbaroj shpejt e shpejt punë. Se kjo është një procedurë e gjatë. Atëhere, siç tham, do fillojmë të skuqim perimet. Për arsye që mos duhet të thithin shumë vaj, sepse bëhen shumë të yndyrshme, i kalojmë në miell edhe patlıcanat edhe kungujt. Atëhere, si që thamë, patlıcanët, pasi i bëjmë nga të 2 krahët, edhe kungujt po ashtu, do t'i kalojmë në letër për t'i tharë dhe do vendosim pastaj patatet. Pra kjo është procedura. Si që thamë, në të njëjtën mënyrë si që bëm patlıcanat edhe kungujt, do bëjmë edhe patatet. Atëhere jemi drejt fundit të pjekjes së perimeve edhe do përgatisim qepën dhe mishin e grirë.
Atëhere, për sa kohë të na ngrohet tigani, neve do pim një çaj, kemi bërë koktejl, që s'ka brenda, sepse na duhet që të marrim dinam, forcë. I mrekullueshëm. Atëhere, fillon përgatitja e mishit të grirë. Unë, si që kam thënë, gjithmonë dhe mishin të parin, pastaj e mes qepën. Tu kam 800 gram, 850 gram mish të grirë, vici. Apo sa tëri që është vici. Sa po të marri pak të thyet në zyra, të bëhet kokriza, të t'i hedhin qepën edhe hurva që i kemi të gati. E pastaj do t'i tregojmë se çfarë tjetër do hedhim brenda. Pra si që shikojmë, mishi pak a shumë mori atë pamjen që duam të marri. Edhe fillojmë në këtë kohë, hedhim qepën, një kokër qep të grirë, edhe 2 thelbi hudra. Edhe vazhdojmë kabërdisjen e mishit me qepën. Atëhere, mishi i grirë dhe qepa pak a shumë janë bërë. Do t'i hedhim kripën, do t'i hedhim piperin, do t'i hedhim një maj luge të vockël me kanellë dhe pak karafil. Pra si që thamë, futëm të gjithë përbërësit, nëse duam mund t'i vëmë dafin të thatë, nëse duam shije më pikante, mund t'i vëmë një dafin të njomë, me qëse e kemi në kopësht. Pra, hedhim edhe domaten e freskët, edhim dhe 200 ml ujë, që të bëhet pak a shumë mishi. Atëhere, fillojmë të përgatisim beshamelin për sa kohë bëhet edhe mishi i grirë. Vendosim si që tamë 200 gram gjallë, e lëmë të shkrihet pak, e hedhim dhe mjellin sa po të shkrihet. Pra, gjalpi u shkri edhe do vendosim mjellin. Është 170 gram mjell. Disa nuk e ta ordisin fare mjellin, e lënë të bardhë. Mua më pëlqen të ketë pak ngjyrë. Atëherë, si që shikoni, po grim djathrat, kjo është parmexhana dhe djathrin tjetër e kishim përgati, e kishim ngrirë, një kosisht po finalizojmë edhe pjesën e mjellit të beshamelit. Qumshin do t'ja hedhim avash, që mos na bëhen kokrisa edhe e përzihen vazhdimisht. E hedhim me këste. Pastaj do hedhim këtu, do hedhim edhe djathnin, pasi tjetë shkrirë beshameli, do hedhim dhe djathnin që grimë. Beshamelin e kemi drejt fundit, si që shikojmë edhe këtu, ka filluar të nxjerrë të fuskat. E nxjerrë dhe të trashet, aq sa duhet. Pra, në këtë moment ulim temperaturën, edhe do t'i hedhim djathin, edhe erzat që do brenda. Pra, i hedhim
piperin. Është i zi, duhet i ballë praktikisht, por neve na intereson shija dhe ngjyra. I hodhëm arën e myshkut, do t'i hedhim edhe pak karafil, do t'i hedhim edhe kanellë, siç tham. Njëkohësisht do t'i hedhim dhe këtë djathën, që e kemi grirë, e kemi bërë gati. Do ta trazojmë të gjithin. Mos harrojmë kripën, por edhe djathi vetë ka krip, kështu që edhe më vonë pastaj, pasi t'jetë çllohur pak, do t'i hedhim vezët, sepse për ndryshe tani vezët do na piqen bashkë me këtë nxehtësi të madhe. Atëherë kemi ardhur në pjesën më të bukur të shtrimit të perimeve. Unë e filloj me patatet, pastaj vendosim të tjerat. Unë i bëj me dorë, nuk vesh doreza, sepse mendoj që ajo doreza, që është sa për shohun, mendoj që mbledh më shumë mikrobe se sa duart që lahen lavaman ore çast. Besoj se shumë nikoqiri do jenë dakord me këtë që them unë. Atëherë, vedhim shtresën e parë të patateve, kalojmë shikë djathë, hedhim shtresën e dytë të patligjanave, përsëri hedhim djathë përmbi patligjanat, edhe kështu vazhdojmë sa shtresa do na dalin. Nuk di nëse e tham që nga që unë perimeve nuk ju hedh krip që në fillim, ju a hedh kur e shtroj. Nuk e di nëse e thash apo jo, por po e them për të qenë e sigurt. Atëherë, beshameli, si që shikoni, është drejt fundit, pasi u hodhën 3 të verdhat e vezës dhe mori këtë ngjyrën e bukur dhe u lidh shumë bukur, do marrim, do hedhim një garushde tek mishi i grirë, sepse lidhet shumë bukur. Një garushde e gjysjellë. Edhe e trazojmë. Ta kemi gati për ta hedhur në tavë. Kemi arritur në fazën finale. Pra jemi në momentin final, i hedhim dhe djathin, dhe është gati për në furrë. Ka nga ato nikoqire që përveç djathit i hedhin dhe bukë të thekur të grirë. Unë nuk e kam trajtuar. Tani kalojmë në furrë në temperaturën 180 gradë për 35-40 minuta.